burri mund mbajë deri në 4 gra, Muhamedi vetë kishte 11. Po besimtarëve u njohu të drejtën për të mbajtur deri në 4 gra, 1, 2, 3 ose 4. Çfarë thot Kurani? Jam I pari të shqiptarët që ku mdol hap të zi dhe ju ku më tregu se nuk Kur'an nuk ka poligami. Në Kur'an as kund nuk është një lajm që burri mundet më martu me 2, me 3 dhe me 4. Gjitha këto janë gjëra që shkruhen në Kur'an. Pra, në Kur'an nuk ka martesë me 2, 3 dhe 4, por ju e dini se shumë hoxhallar dhe shumë politikanë kanë 2, 3 dhe 4 gra. Është e vërtetë e hidhur që ju nuk doni me pranë, pavarësisht se kush janë politikanët. Mirë, po të gjitha ato që I kanë 2, 3 dhe 4 nuk janë dhe nuk kanë të bëjnë me shqiptarinë si amanet. Se shqiptaria si fe mbi të gjitha është amanet dhe njerëzit që e ruajnë amanetin janë besimtarë dhe nuk e shkelin amanetin dhe konvertimet kur janë bo pikrisht për njerëzit e pamoralshëm dhe kanë ndrru gjoja besimin nga shqiptaria janë kthi janë bo qofsha turk me din dhe iman.